Sa ke rikthehemi detyrave në kampionat, duke patur parasysh që luajtëm të premten, Shkëndersi ra pak më shumë se 2 javë pauzë. Sa është e gatshme skuadra për të vazhduar një seri 3 fitores në sprintin final, themi në garën për titullin kampion? Si fillim desha të uroj një gjithë besimtarët musliman gëzuar festën e Fitër Bajramit, qoftë një festë sa më e lumtur. Skuadra ka qenë e gatshme, pavarësisht se ka qenë disi e vështirë për të stërvitur këto kohë pas tragjedisë që ndodhi në Koçan, kena qenë disi të prekur, po e kena gjetë forcën brenda ekipit të ushtrojmë të përgatitena maksimalisht për ndeshjen me Brerën. Mendon që ekipi është gati nesër të jep përgjigjen e kërkesës të stafit teknik, të tifozëve, edhe të kryesisë klubit apo ambicieve të skuadrës, sepse vetëm fitoret na mbajnë në vend parë. Patjetër që po, skuadra është gjithë e gatshme për këtë sprintin final, duke filluar nga nesër për të hyrë në fushë dhe për të marrë 3 pikët, që dihet cili është motivimi jon që është dalim kampion në fund. Beson që Brera pavarësisht pozitës edhe rezultateve që nuk është se po bën një pranverë të mirë, beson që mund të na shkaktojë problema apo thjesht jemi karikuar për të parë vetëm veten dhe të bëjmë detyrat tona? Brera është një kundërshtar serioz që dhe ajo ka objektivet e veta si çdo ekip ligën e parë, por ne nuk na intereson kundërshtarin, do futena vetëm bëjmë detyrat që na kërkohen edhe të hyjmë fushë për 3 pikë që na ndihmojnë shumë.